Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e madhuar e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, ndërsa lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë edhe sonte me lejen e Allahut të mënduar me rregullin e radhës dhe me edukatën që ne si besimtar obligohemi të pajisemi dhe stolisemi me këto edukata që realisht burojnë nga udhëzimet e Kur'anit dhe udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kemi përsëritur disa herë dhe kjo është një çështje shumë e rëndësishme që duhet jo vetëm ta kuptojmë teorikisht, por edhe të jetë e rrënjosur në zemrat tona dhe të reflekton vazhdimisht dhe praktikisht se kompletimi një besimtari bëhet atëherë kur ai është në rregull edhe në aspektin vertikal në raport me Zotin e tij, por edhe në atë horizontal në raport me krijesat. Prandaj besimtari i drejtë është ai i cili kujdeset për raportet me Zotin, është i edukuar në raport me krijuesin e tij, i kujdesshëm ndaj obligimeve që ka ndaj tij, por gjithashtu është edhe i tillë që kujdeset edhe për raportet me të tjerët nga krijesat e Allahut azza wa jall, varësisht nga afërsia dhe niveli. Dhe për gjitha këto kemi mësime të mjaftueshme, kemi udhëzime të bollshme nga fjala e Allahut azza wa jall dhe nga fjala e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kemi trajtuar në takimin e kaluar për edukatën e shoqërimit dhe kemi thënë atje se çfarë rregulla dhe çfarë edukate duhet ta kemi në raport me njëri tjetrin kur të shoqërohemi dhe miqësohemi. Ndërsa sot do të vazhdojmë tutje me një edukatë të radhës që ka të bëjë me edukatën e mikpritjes. Duke pas parasysh argumente shumë që flasin për vlerën e musafirit, vlerën e mikpritjes dhe në anën tjetër duke pas parasysh edhe zbehjen e kësaj vlere fatkeqësisht që dikur jemi krenuar me të, ndërsa sot ka filluar të zbehet, e shoh të domosdoshme që të flasim për të udhëzime, si na ka udhëzuar dhe për çfarë na ka mësuar Allahu xhallahu ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj nëse i kthehemi ajeteve të Kuranit dhe gjithashtu udhëzimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të shohim se kësaj vepre dhe kësaj edukate dhe kulture i kanë kushtuar vëmendje të posaçme. Mjafton hadithi i pejgamberit alayhi salatu wasalam që transmeton Buhariu dhe Muslimi në sahihet e tyre, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa." Kush ka besuar në Allahun dhe ditën e gjykimit, atëra le ta nderon dhe le ta mirëpret musafirin e tij. Edhe këtu pejgamberi alayhi salatu wasalam, sikur që po e vreni dhe dëgjoni, këtë temë që po flasim për të e kanë ndërlidhur ngushtë me besimin në Allahun xhallahu ala. Dhe sikur që kemi përmend disa herë të nderuar vëllezër dhe motra, se besimi në Allahun xhallahu ala nuk është thjesht një pretendim, nuk është thjesht një ekspozim, nuk është thjesht një zbukurim formal, por është një tërësi kuptimesh, konceptesh dhe veprash, të cilat e përbëjnë drejt e përbëjnë këtë besim dhe e manifestojnë drejt këtë besim. Andaj në këtë hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po na thot: ai që dëshiron me e plotsu besimin në Allahun, ai që dëshiron që të reflekton drejt me këtë besim në Allahun, dhe ai që e ka kuptuar drejt ditën e gjykimit, i tilli padyshim se do ta respekton musafirin, do ta mirëpret atë në formë dhe në mënyrë që do e trajtojmë sonte me lejen e Allahu xhallahu ala. E dyta, kur bie fjala për musafirin në Kur'an, Allahu xhallahu ala kudo që i prezanton pejgambert e tij, shohim se ka qenë nga kultura e çdo pejgamberi, ka qenë nga edukata e çdo të dërguari, kujdesi për musafirët e tij, madje edhe atëherë kur nuk i ka njohur. Dhe si shembull për këtë mund të sillim Ibrahimin alayhi salam për një ngjarje që Allahu xhallahu ala përmend në disa sura në Kur'an. Dhe një nga ato Allahu xhallahu ala përmend në surën Dhariyat
në ajetin 24, në ajetin 27, Allahu xhallahu ala thot: "Hal ataka hadithu dayfi Ibrahim al-mukramin." A thua vallë ty o Muhammed, atë ka arrit, a dinti se çfarë është ngjarja e musafirëve të Ibrahimit alayhis salam, musafirëve të nderuar që ai nderoi dhe respektoi. Idh dakhalu alayhi fa qalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Idh dakhalu alayhi, kur ta musafir pa prit mas erdhën tek Ibrahimi alayhis salam dhe i than salama, i dhan selam dhe përshëndetën, ndërsa edhe Ibrahimi u akthej fa qala salamun qaumun munkarun. Ai u akthej me përshëndetje njëjtë, madje në aspektin gramatikor, në qoftë se e zbërthejmë përgjigjen e Ibrahimit alayhis salam me përgjigjen me selamin e musafirëve që ishin melekët e Allahut azza wa jall, në aspektin gramatikor të gjuhës arabe, del se Ibrahimi alayhis salam ka përshëndet në mënyrë më të plotësuar dhe më të mirë musafirët se sa që ata i dhanë selam. Andaj mikpritja e Ibrahimit alayhis salam filloi që nga përshëndetja, që nga takimi i parë e vazhdoi pastaj me tutje. Dhe tha qaumun munkarun, tha përshëndetje dhe juve o ju njerëz që nuk po ju njoh, munkarun, nuk di kush jeni ju. Faraga ila ahlihi fa jaa bi ijlin samin. Këtu faraga, Allahu xhallahu ala thot se më njëherë pas kësaj përshëndetje shpejtoi tek familja e tij dhe ua pregaditi dhe ua solli një ijl. Në gjuhën arabe ijl është viçi, një viç të njom të pjekur në mënyrën më të mirë të mundshme. Fa qarrabahu ilayhim, gjithashtu kur e solli këtë viç, kur e solli këtë pjekurin, do të thotë në mënyrën më të mirë të pjekur dhe me edukatë më të madhe, qarrabahu ilayhim, u afroi atyre, do të thotë nuk i bezdisi musafir që thotë kalojmë tjetër në dhomë, shkojmë dikun tjetër e kështu me radhë, ishte i kujdesshëm që mos të bezdisin as në minimum. Fa qarrabahu ilayhim wa afroi, dhe u tha ela ta'kulun, dhe u tha urnani dhe hani, i motivante dhe i nxitse që të hajnë nga ajo që ai u ka ofruar. Prandaj nga ky rast dietarët kanë nxjerrë dobi të shumta që kanë të bëjnë me këtë edukat, e që ne nuk do të mirëmi vetëm me këtë, nga se ka edhe çështje tjera, por dua të them që edukat e pejgamberëve ka qenë mikpritja ndaj musafirëve. Edukata e tyre përballë njerëzve që kanë ardhur me i vizitu. Madje edhe Luti alayhis salam, i cili ishte edukuar dhe ishte rritur në familjen e Ibrahimit alayhis salam, kur i erdhën musafirët, realisht ata musafirë ishin melek, kishin ardhur me një lajm por të personifikuar në formën njerëzore, e që Luti në momentin e parë nuk e dinte se ishin melek. Ai e kuptoi se janë musafir, por populli i Lut ishte i shturur skajshmërisht. Andaj vrapuan që t'janë ngacmonin musafirët Lut alayhis salam. Dhe i shqetësuar nga kjo gjendje, i mbronte musafirët me jetën e tij dhe me atë që e kishte. Kjo ishte nga mikpritja e tij dhe mirësia e tij për musafirët, nga se edukata e besimtarët e kërkon një veprim të tillë sikurse do ta sërojmë të ardhmen inshallah. Në anën tjetër, çdo pejgamberi i Allahut e ka nga një tregim që ka të bëjë me këtë aspekt të rëndësishëm të raporteve ndërnjerëzore. Dhe sikur që e dini, kur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i erdhi shpallja dhe pak u shqetësua nga kjo gjendje, nga se nuk dinte çfarë po ndodh, kur u kthye tek gruaja e tij Khadija radhiyallahu ta'ala anha, ajo nuk dinte si ti përgjigje për këtë që i ka ndodhur, nuk dinte, nga sa ajo nuk kishte dije për këto gjëra. Por ajo i dha një përgjigje tjetër qetësuese, e që këtë përgjigje e ndërtoi në disa argumente dhe fakte nga jeta e burrit të saj. Një nga ato tha: "Kella, kur, wallahi la yukhzika Allahu abadan." Ty Allahu kur nuk ka me të përshnu. Nuk di çka është kjo ngjarje, por nuk ka të bëjë diçka me të keqen tënde, nuk ka të bëjë me diçka që mund të dëmtohesh ti.
Dhe kur i dha arsyen pse, tha innaka tukri'u ad-dayf. Një ndër të mirët e tua që janë të pamohueshme dhe për çfarë Allahu nuk të humb kurrë është se ti gjithmonë e ke respektuar dhe e ke nderuar musafirin. Kështu ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, respektues dhe mikpritës për musafirët e tij, ende pa i orë shpallja. E çfarë të mërmenja pastaj bënte kur i erdhi shpallja dhe e fuqizoi këtë edukat dhe këtë kulturë, padyshim se ishte shembull në këtë drejtim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe për këtë ka shumë raste që ilustrojnë praktikisht edukatën dhe kulturën e pejgamberit alaihi salatu wasalam në respektimin dhe në mikpritjen e tij ndaj musafirëve. Andaj argumentet që vinë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë edhe të natyrës teorike, sikur është ai hadithi që cekon fillim, kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le ta nderon musafirin, dhe gjithashtu praktike nga jeta e tij përditshme, saqë nga vizitat e shpeshta dhe musafirët e shumt që i vinin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ai ngushtohej që tu thoshte se pak si shumë po rrini, zbriti Allahu ajet që t'i qorton të ata njerëz që nuk kishin parasysh angazhimet dhe kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj subhanallah, ishte i turpshëm të thonë të njerëzve se nuk kam kohë. Andaj zbriti ajeti që Allahu i edukon të ashabët e tij që të kenë kujdes, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka angazhime tjera, por ai turprohet që thotë juve që ngrituni se përfundoi koha. Aq ishte i kujdesshëm në respektimin e musafirit dhe mikpritin e tij. Sa që paramendoni ajet zbriti me rregullu këtë çështje, përndryshe ai nuk mund të thoshte se nuk kam mundësi t'ju pres ose kaloj koha e pritjes e kështu me radhë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i mësonte shokët e tij të ndërrozur duke u thënë se mikpritja e musafirit nuk është thjesht vetëm një vepër humane, nuk është vetëm një vepër kështu bujare dhe e mirë, por është një edhe nga obligimet që i kemi ndaj atij që vije dhe na viziton. Prandaj kur Abdullah ibn Amr ibn Asi radiallahu ta'ala anhu u martua në rastin që kënë të njohur, ai nuk i kishte parasysh obligimet që kanë të bëjnë me njerëzit. E tëra që ai preokupoi me të ishte obligimet ndaj Allahut. Prandaj gruaja e tij një ditë u ankua tek baba i tij se ky burr që më ke martuar me të është rob i mrekullueshëm për Allahun, por me tjerët nuk ka nevojë për njerëz. Në të kuptim, nuk e di pse e ke martu këtë njeri kur ky njeri realisht nuk është absolutisht i interesuar as për grua, as për asgjë tjetër. Dhe normalisht u shqetësua baba i tij nga kjo sjellje e tij dhe pa diti po ta mësojë kështu tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe i dërguari alayhi salam e thirri Abdullah ibn Amr ibn Asim dhe i tha se ndaj Zotit ti, ndaj Zotit tënd ke obligime, por ndaj familjes tënde, edhe ndaj wa li zawrika alayka haqqan. Tha dije o filan se edhe ndaj musafirit tënd ke obligime. Pra nuk është në rregull që vije musafiri me të vizitua ti thua rri që tu se une du mi falë 2 recate atë. Edhe kjo është sevap për Allahun xhallahu ala, ose rriti që dush baune Kur'an e komponit me lexua thon. Andaj Allah pejgamberi më tha se jo në emër të adhurimit, edhe adhurimin dhe Allah xhallahu ka kohën e tij, por edhe mikpritja e musafirëve ka kohën e vet dhe ka mënyrën se si sillet besimtari apo. Dhe gjithashtu edhe kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bëri një vëllazërim pak më të ngushtë mes Salman al-Farisiu dhe Abu Dharrit radhiyallahu ta'ala anhum, Abu Dharri ishte i ngjajshëm me Abdullah ibn Amr ibn Asim. Nuk kujdesej shumë për çështjet e tjera. Ai kishte përshtypjen se duhet të jetë njeriu tërësisht i dhënë pas adhurimit të Allahut xhallahu ala në kuptimin e ngushtë që vetëm raportin me Zotin ta ketë rregulluar pa u lodhur shumë edhe për obligimet që kanë të tjerëve. Dhe një ditë kur shkoi Salman al-Farisiu me vizitu, e pa gruan e Abu Dharrit disi të braktisur, edhe në kuptimin e teshave, do të e varfër shumë, me pa kujdesshme, edhe gjithashtu në brendin e shtëpisë, dhe u çudit, nga se dinte se gjendja ekonomike e Abu Dharrit nuk ishte deri në drejtë që kështu të ishte gruaja e tij. Por tha, do të thotë Salman al-Farisiu kur pyeti se çka është kjo gjendje kështu, tha vllau i Abu Dharri, do të është mjaftuar me adhurimin te Allahu azza wa jalla.
Dhe Selmani e qortoi vllain e tij Abu Dharrin duke i thënë se ti ke obligim ndaj Allahut, por ke obligime edhe ndaj të tjerëve, andaj jepi çdo kujt obligimi si duhet. Dhe për ta verifikuar këtë qëndrim të Selman el-Farisiut shkuan tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i dërguari alayhi salatu wasallam ia dha të njëjtën përgjigje duke i thënë ndër tjera wa inna li zawrika alayka haqqan, dije se ti ndaj musafirit, ndaj atij që të ka vizituar, ke obligime të caktuara që duhesh ti përmbahesh. Ndërsa Imam Buhariu rahimahullah për të shëruar edhe më drejt se si e ka kuptuar ai këtë temë tek një hadith ku disa nga shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kërkojnë udhëzime ndaj pejgamberit, kërkojnë udhëzime nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se si të sillen në momente kur dikush nuk ka qel derën. Kanë thënë dërguari Allahut, ne udhtojmë dhe shpesh na bie që do të thonë në këto udhëzime tona të kemi nevojë që të jemi musafir të ndokush. Nëse nuk na mirëpresin si duhet më usillna, pejgamberi sa më dha disa udhëzime ose hadithi më i gjatë, por dua të them që në kuadër të këtij hadithi që ka të bëjë me sjelljen dhe edukatën ndaj musafirit, Imam Buhariu e dini në cilën kapitull e vendosi këtë hadith, nga se është e njohur se Buhariu rahimahullah titullimin e kapitujve e ka edhe realisht adresë të kuptimit të ditë hadithit. Prandaj fiku i Buhariut, kuptimi i Buhariut për hadithet mund të lexohet tek titujt e tij që ka vendosur në çdo kapitull. E si e kuptoi Buhariu rahimahullah këtë temë duke i vendosur këto hadithe te kapitulli që quhet Kitabul Madhalim, kapitulli që flet për padrejtësi dhe zullumin. Në subhanallahu ti kolloj hadith që fletin për zullumin, ndër tjera është edhe sipas Imam Buhariut rahimahullah se mos pritja e dur ndaj musafirit dhe mos respekti i dur ndaj tij dhe mos përmbushja e edukatës së dur ndaj tij konsiderohet padrejtësi ndaj tij nga sa i ka hak te ti. Kështu e trajtonin edhe dietarët që realisht u ndriçuan me mësimet e Allahu xhallahu ala dhe mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj të nderuar vëllezër dhe motra, ka argumente shumëta që flasin për këtë çështje dhe që na obligojmë që timi të vetëdijshëm përballë këtij obligimi, përballë këtyre mësimeve që na mësojnë se si duhet jemi të edukuar përballë musafirit. Pavarësisht pastaj asaj që ka të bëjë edhe me anën e shpërblimit të madh që e fiton njeriu kur e mirëprat një musafir të tij. Se përket vendimit shariatik në kuptimin juridik, mikpritja e musafirit, do të thotë dietarët kanë thënë se në esencë, duke pas parasysh rrethana të ndryshme, është vepër e pëlqyer, por mund të jetë e obliguar atëherë kur njeriu ka nevojë që të strehohet. Për shembull, njeriu kalimtar nuk ka kaç shkon, ose njeriu për shembull i cili ka ardhur pe i larg dhe nuk mund të kthehet e kështu me radhë, andaj atij që e ka trokit derën e ka për obligim me strehu dhe ka për obligim me aqil derën, sikur se ka në hadith në disa transmetime 1 ditë e 1 natë, e në disa transmetime 3 ditë e 3 natë. Dhe për të bashkuar mes këtyre haditheve, nga se s'ka kundërshtim, kanë thënë dietarët se 1 ditë e 1 natë është obligative që ta mirëpresësh sikur i takon musafirit. Ndërsa ditë e tjera sikur jeton ti vet, nuk ka nevojë diçka ekskluzive, e pas kësaj ka thënë pejgamberi sa është sadaka. Nëse don mundesh me qel derën sa dush ti, është lëmosh ose sadak për ty, por edhe më i thon fal vëllai, po tash kërko adresën nga se nuk ka mundësi me të mirëprit më, kjo është normale nga se e ja ke dhënë hakun si duhet apo. Prandaj në esencë është vepër e pëlqyer sunet i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që bën pjesë në sunet e forta që janë afër obligimit, e në rrethana të caktuara mund të kalon në obligim, të cilën në qoftë se besimtar nuk e kryen si duhet, edhe bie në shkallën e mëkatit. Nëse kur bie fjala për edukatën ndaj musafirit, dietarët e kanë ndarë këtë edukatë në 2 pjesë. Pjesa e parë ka të bëjë me nikoqirin, atë që pret, edukata e nikoqirit. Dhe pjesa e dytë ka të bëjë me edukatën e musafirit. Edhe ai që shkon musafir do të më kon me edep, do të më kon me edukat, do të më ditë se si të jetë një musafir i respektuar, ta meriton këtë respekt dhe këtë nder. Ja mundu që me i përmbledh këto edukata në pikat kryesore, nga se mund të gjejnë për libra
edhe më të detajzuar këtë temë, por këto pika janë të ndërlidhura njëra me tjetrën ose ndërhyjnë njëra në tjetrën. Prandaj, sa i përket të nderuar vëllezër, edukatës së nikoqirit, një musliman praktikisht qysh e pret një musafir? Si e pret ai një musafir të ai që vije me vizitu? Sipas asaj thash që na ka mësuar Allahu xhallahu ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E para, ka dhe tjera, por para që unë po e përmeni, kanë thënë dietarët se edukata e parë që duhet stolit me të nikoqiri është mirë pritja, ta pret mirë në kuptim të asaj që ka të bëj me. Shprehjet e mira, me gjest e fytyrës së tij dhe me sjelljet e tij, të gjitha këto të përbëjnë një prezantim të mirë pritjes së këtij musafiri. Pejgamberi sa ka thënë, kur erdh një delegacion me prit, kur erdhi një delegacion tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ishte fisi Abdul Qais. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sikur se ka në hadithin e Ibn Abbasit radhiyallahu ta'ala anhu, i priti me shprehje me të vërtet shumë të ngrohta, shumë miqësore, shprehje që jepin me kuptu për gëzimin që kishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për ardhmën e këtyre njerëzve. Pra kur musafiri e sheh se je i gëzuar, nuk je ngushtu, me shprehje më të mira e liran dhe e bën që të njihet komat, kjo është një nga edukata e kërkuara nga ana e nikoqirit përballë musafirit të tij. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u tha merhaban, merhaba gjuhën tonë, edhe na që e përdorim merhaba, gjuhën arabe do të thotë nën kupton një lloj shlirimi dhe një lloj ndjenje komat. Do merhaba, ndihuni shumë shlir, ndihuni shumë komat, ndihuni sikur që t'jeni në shtëpinë e juaj. Thotë dhe mirë se keni ardhur o filan fisi, ghaira khazaja wala nadama. Ju të zëtë keni ardhur, të zëtë shpresoj që as nuk keni me u dëshpëru e as nuk keni me u pendu me këtë vizitë që na keni bë. Subhanallah. Kështu i priti pejgamberi sot në këtë fis, duke i mirëprit fillimisht me shprehje që në atë tradit ishin të kësaj natyre, që nuk do të thotë ne të përdorim shprehje tjera, por e rëndësishme është që mirëpritja të jetë me shprehje të cilat realisht që në fillim e lirojnë musafirin nga çdo ngarkese, nga çdo shqetësimi se mos vallë ka bezdis, nikoqir apo kështu me radhë. Madje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do thotë sikur se ka në transmetime, kur vinte bija e tij Fatimia radhiyallahu ta'ala anha, e priste në këmbë dhe të dera dhe e priste i buzëqeshur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj një nga ato sjellje që kanë të bëjnë me mikpritjen që në fillim është edhe krahas shprehjeve është edhe buzëqeshja. Me i buzëqesh musafirit nga se kjo e shliran dhe e bën që ndihet komat dhe kjo është edukat. Nuk është edukat, mund të jesh ndoshta i padisponuar në momentin e caktuar, mund të jesh ndoshta i ngarkuar me diçka të caktuar, por mundohu që para musafirit mos të vresh si i tillë, nga sa i mund të ndihet i lënduar e pastaj nuk mund të ndihet komat në mikpritjen tënde. Shikoj sa është kujdes Islami për ndjenjat e njerëzve, mos të thejë njerëz, mos të ndihen njerëz të lënduar, e pse kjo është diçka e madhe në gjuna, diçka që thosh ti i ke bëu dikujt diçka. Por spaku kujdesi për ndjenjat e njerëzve është nga kërkesat shariatike. Kujdesi që mos të lëndohen njerëzit është mësimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Të buzëqeshurit në fytyrën e vllaut tënd është sadak. Andaj fillon të rrjedh llogaria jote që të fitosh shpërblime në mikpritjen e musafirit që nga takimi i parë me fytyrën tënde, do të thotë ta mirëpresësh me fytyrë të buzëqeshur dhe ta mirëpresësh me shprehje adekuate të përshtatshme, të cilat e bën që të ndihet komod, të ndihet shlir, sikur që thash e ka bërë këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E dyta, edukat të ndërroz është që musafirit të pritet në mënyrën solemne. Çka nuk kupton? Të vrenë se shërbimi, të vrenë se ajo që i ofrohet është me të vërtetë speciale për të. Me atë që ke mundësi. Andaj në qoftë se është koha e ushqimit,
do të thotë ti ofrosh ushqim. Që nuk është koha e ushqimit, ka kura sa këtu nuk është koha e ushqimit, gjërat e tjera që realisht i tregojnë atij qartaz për respekt dhe për nderin tënd që ti pia bën atij apo. Jo nga njerë për shembull njerëzit në rast caktuara kur dikush e viziton dikën, mjaftohet me disa gjëra të caktuara, nuk po them me ngarku veten, as me marr borxh, i ka mundësit, i ka punët. Mirë po nga neglizhenca, nga pakujdesi, nga mungesa e edukatës për ta mirëprirë mysafirin, mjaftohet me gjëra sipërfaqësore që ta prezanton dhe kaq, mjafton kjo apo. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të ndërozur kur i erdhi një musafir porosiste antarë të familjes që qesin atë që kanë pa kursyra ato. Dhe këtë edukatë e marrëm nga Ibrahim alayhis salam. Shikoni, erdhi musafir të panjohur, kush di kush janë këta paramendo u vendosi veç të pjekur mirë. Kjo s'është bash e thjeshtë apo nuk ka bash kjo e vogël. Njëri mi vendos të shokëve të tij ose miqve të tij, kjo është diku normale. Po thjesht musafir kalimtar, nuk i lëshon pa ushqim. Dhe ky ushqim nuk është i thjeshtë, po është një veç i pjekur mirë, që edhe me standarde sot është nivel bajegi luksos, dhe më ston për atëherë, jep me kuptu se ky Ibrahim, ky pejgamberi Allahu xhallahu ala, donte të dërgonte sinjal të qarta se ju keni pozitë posaçme tek unë. Jeni musafir, keni ardhur në konakun tim, jeni në koqirët e mi, andaj unë do të kujdesem maksimalisht që t'ju shërbej në mënyrë më të dinjitetshme dhe më të mirë të mundshme për t'ju treguar se nuk na keni ngarkuar, përkundazi na keni nderuar. Andaj mos kurse për musafirin, mos kurse. Nuk po them ngarkohu, nuk po them merr borx, nuk ka nevojë kaq. Njeriu e jap atë që ka mundësi, por në atë kuptim që mos kurse ndoshta si pasojë e kooperacisë ose si pasojë e pakujdesisë. Shpresoj që mos jetë kooperaci, por edhe pakujdesia nuk është e mirë atë. Nga se të nërozër nuk ka mundësi të bashkjetan, nuk ka mundësi të bashkjetan në zemrën e një besimtari, besimi i drejtë në Allahun edhe kooperacia. Vështirë është kjo, vështirë është kjo. Gjithmonë njëra janë zënë udhën tjetër, tenton me dëbu për jashtë, nuk e lënë mbrana. Besimtar kooperac është bagi problem është kjo çështje të ai që realisht e ka vështirë që dikujt me i bën nerë, e ka vështirë që dikujt me ia bëni nerë, e ka vështirë që dikujt me i dhën diçka që e respekton, sikurse po flasim për çështjen e respekt ndaj musafirit apo. E këtu mund të jenë pastaj mostim tash me tregu edhe atë listën çka më i qit musafirit, por realisht dëshmoje dhe demonstroje bujarinë tënde. Dhe demonstroje respektin tënd për atë që të ka ardhur. E ti e din që bën kësaj puna atë. Unë dua vetë t'ju dhoni shembull konkret, pastaj ju krahasoni me këtë shembull gjendjen e juaj atë. Një grua e varfër, por e varfër sinqerisht, e varfër për një mesë, dhe kishte jetima që porriste e njihnin njerëzit në kohën e hershme të muslimanëve, në kohën e Abdullah ibn Mubarekut, dietarit të madh. Dhe kjo grua e detyruar dhe do të thotë e kishte lodh varfria që të kërkonte lëmosh nga Abdullah ibn Mubareku. Ky është edhe dietar, por ishte i pasur shumë është i pasur ibn Mubareku. Paramendoni krejt aja nahia këtë vendlindja e tij bënin haxh me parat e ibn Mubarekut apo subhanallahu. Andaj ishte shumë i pasur. Dhe erdh kjo grua që të kërkonte lëmosh te ibn Mubareku, dhe normal, njeriu i sinqert dhe ai i cili domethënë i ka punë të keq nuk zgjidh sadaka. Apo nuk zgjidh, se ai që zgjidh është një lloj mendjemallësie. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të thotë ka fol fjalë shumë trona për të varfrin mendjemall. Edhe i varfrin mendjemall, kjo është problem me u bashkuar. Andaj ishte e kënaqur me ndoshta pak diçka me i dhonë që me te mund të plotësonte kërkesat dhe nevojat e domosdoshme të saj dhe të mirë saj në ushqim dhe veshmbathje. Nëse ibn Mubareku një qese plot me ari, dinar të ari të asaj kohe, plot një qese
i adhaptën. Dhe kur e gruaja hapi qesën, dhe e pa një shumë të madhe të parave, si më dhoni fukaras, nuk po di sa më listu, po 10.000 euro për shembull. Ai ishte sinqert, më thash, ishte fukara, sinqert, andaj dhe i mbareku silme tek kështu. I ktheu ato para, tha, mos ke gabu, mos ke pas me pagu barç me këto pare, e mi ka dhënë mu, këto pare veç ti mush me pas barç, para naj pas e ki madh, në barç ke dash me këtë me siguri. Jo, tha, këtu janë tuja ta. Tha, nu'tika ala qadrina, lejsa ala qadrik. Që kjo është metode kuptuar, tha, ne të japim ty nga shkalla dhe nivelli jonë, jo nga nivelli yt. Apo? Nga nivelli yt, sadaka është 2 euro, sa dush. Ama nga nivelli jam nuk e përmbur standardin e dhënjes, pas që shtu apëtën. Ndë çdo kush ka standard vetën apëtën. Standardi i bujarisë njerëzve dallan mes vete apëtën. Standardi i mikpirit dallan. Andaj vepron bazë standardeve që pretendon se i ke të bujarisë të besimit. Kështu gostit edhe kështu mirëprit e musafirin të ndapëtën. Prandaj, ka shku disa njerëz, një njeri dua të them, në kohën e Imam Ahmedit rahimahullah, i kishte ftuar Imam Ahmedin me disa nga dietarët e tjerë në drek. Dhe u kishte bler një ushqim për shumë i shtrenjtë për atë kohë. I kishte mundësit, por shumë i shtrenjtë, jo në kuptim të bollokut, masraf me tepër, jo kështu shumë tepër që gjuhet. Mund të jetë një ushqim pak, por shumë i shtrenjtë. Do mund që me kun shumë. Ai në atë kohë u kishte bler ushqimin që realisht e hanin vetëm njerëz shumë me pozitat në alta. Dhe u kishte vendosur para tyne. Një nga të pranishmit disi si e kontestoj, tha, mos është kjo, i tha Imam Ahmedit rahimahullah, a thua vallë, mos është kjo të premë Allah që s'ka pasur për shembull me na ble këtë mish, ka mujt me ble do mish thjesht, e kështu ka përcyer apo. Imam Ahmedi e dinte se filon njëri që kishte ftuar, nuk ishte ngushtuar ekonomikisht me këtë, i kishte punë e para. E dyta, nuk bëj fjalë për luks të tepruar që ka më u gjujt, sun hat. Ishte ushqim i pakët po i shtrejt. Mund të haj pa të tepruar, edhe pse në çmim ishte i shtrejt. Çfarë tha Imam Ahmedi rahimullah? Tha, në qoftë se besimtari krejt dunjan ka mundësi me e shëndrum një kafshat dhe e jep besimtarit për me e nëru, nuk e konsiderohet të premaptan, nga sa respekt. Po pat mundësi krejt me dunjan me e mbledh, në kafshat me e qit, edhe me thonë, ti për mu vlen ma shumë se qikash, s'kum pat më në posi ta, nuk është masraf apëtan. Që kjo është edukata që e besimtari e ka, ta shëmat gjithë kur standart e tina me nërën e bujarin edhe tjera që i ka apëtan. Tjetër që ka të bëj me edukata e nikoqirit për balë, musafirit është që t'i bën muhabet edhe do të lidhet me tema që e disponojnë musafirin. Ka tema që shkon diku musafir për të lodhë me do tema, apo do tema pa lidhje, tema e që që në interesante, ngarkon, ose të ngacmon me i në debat, ose të ngacmon me i në konflikt e kështu më radhë, kjo së mikpritje, që është edukatë. Duhet me pritë rast tjetër, nëse ki mesele që spajtosh me te, ki tema që nuk pajtosh, duhet me gjithë një rast tjetër, po jo kur të ka në shpi, e tash e ke pështet për murë dhe fillat tash temat, sa është interesant. Duhet me pa e dikush e ku me ditu në qka ato interesant, e po që kjo është mjeshtria. Duhet me shiku, për shambull me provoku në tema caktuara ku pëlqohet ai, ka temë që si t'ja qelshaj 10 fjali dhezë, që kja pi pëlqet, që t'i pëllë më bëtë, edhe pse ti nështë azdim për atë temë, si interesuar, por respektoj e në temë. Kjo është më rëndësi. Prandaj, të ndërrodhëzër, me i bo muhabet që ka Ibrahimi alayhi salatu wasalam, nuk i njifte, po qëfar u tha? Selamun, u dha selam mirë, ulluni, e merrni, e mirë se keni ardhe, realisht, fillojnë muhabet me ta, që të ndihen komat, e nuk u tha, e ju pika pikët të Allah, kush jeni ju? Ngushton njerëz të me kësi muhabete. Andaj, një nga pika që kanë të bëjë me edukatën e mikprisë është, realisht, ta disponosh me muhabet. Edhe në qofë se spajtosh me ta. Aisha radiallahu ta'ala anha thot, se njëre erdhi njëri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kërkoi leje që të hynte tek Muhamedi alayhi salatu wasallam. Dhe Aisha i tha, oj dërguari i Allahut, filoni po vjen atë. Ai nuk ishte i njohur si njëri mirë, nuk ishte njëri mirë atë.
Ishte nga njerëzit që realisht bën intriga, ishte njohur për sherr mes njerëzve. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha, le të hyn po në atë kuptim, ju nuk tha kështu po për të shqip, ball po pritoj me prit. Atë se tash njëri pa përshtatshëm vëllapën. Qa e din ti që më bëti me ta apo? Ka do njerëz që rrin si therra njëri ditë ka pasur më bëti me ta se në çdo ditë në fjalë mu ka ndoshta muni keq pe shprehjeve të tij, nuk din me komuniku. Kur hyri tek pejgamberi ky njeri, është tash veç pa përcjell, çysh po shkon muhabeti se pejgamberi thonë ta ky s'është burr i mirë. E pejgamberi i bonte muhabet, e ulshun muhabet, është ato çu kemë kuptuar tash. Që vëllai tha kështu tash për pret kështu. Kur shkoi ky njeri, Aisha radhiyallahu anha tha, "O dërguar i Allahut, tha për këtë njeri para se me hyj kështu, ndërsa kështu e pritë." Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, "Njeri i keq është ai që duhet me i bë muhabet më rrit peshërrit të tij aftë." Që duhet me apo qefën qa do kuft, veç mos me leju që me rëshqit në tema që pastaj mundet me na ofendua, me na lëndua, me na thonë diçka. Realisht, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe me njerëz të këtill pa përshtatshëm gjente muhabet, gjente tema që t'i hapte me ta. Prandaj mundohu që me musafirin tënd realisht të bësh muhabete të mira, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me ndoshta përmirësimin e vetës tënde, imanit, moru që më smeram për gojim, nëse për shembull rëshqet ndonjë mëkat musafiri, me pas mjeshtri që shme e këthy në temë ku duhet, apo mos me lëndu me në kjo është haram, këtu është pitem, s'ka se haram me fol. E mund më lëndu kështë të njëri, apo mundon me bën një, i thojnë në këtë fush, një faroj digresioni, një faroj bartje në temë tjetër pa e vrejtaj, apo kalojmë një temë tjetër, mund të ndonjë temë që ai do me bë debat pa i s'është e autorizuar për këtë punë vëllapton. Tash çu shkimi nguaj ai nxjerr gjykime, nxjerr përfundime që s'ka dije për këtë punë, dush me ngu ignorancën e tij, mundo me mjeshtri me kalon temë tjetër atë. Pa e vrejt ai fara atë. Pa u li lëndu. Kjo është mjeshtri. Edhe kjo është edukat që realisht ja ke bërsh musafirit apo. Me i bë muhabet në ato që e disponon dhe nuk e ngushton. Ka tema që ka e për shambull, mund me ngushtu musafirin atë. Ka tema që s'ka që me muhabet atë. E njerët ka ere, thot mas jem që të vetë, diçka me të vetë Allah i lepëtën. E të është vetë, mund me kondikune, për të ka orë shpetash, shpetash në zonë, e ke në zonë ngusht, e ke në zonë pengë dhe tash, ma ti pëtu me dhejtë, po që su bëjke mundësia, mas jem që të vetë, ose ngushta me tema që e ka fëtirë të përgjigjet atë. Ose në qofë se për shambull, nuk e ke ditë se ngushtohet, edhe tja përgjigjet shumë shpejt, e kuptova, vazhdojmë të tërë tema, e jo për shambull ka njerë të cilët, e shet që i për ngushtohet, po ani mirëve që kjo që shkja apëtë, linjë në dhe hatë apëtë, ose ngushtohet njerës, me gjërat cilat realisht ngushtohet, që për shambull për aspekti material, për aspektin ekonomik, ka bled diçka, ka shit diçka, ta është të ndërën qmimi i soj, Allah e soj e shita apëtë. A një përgazdo me ka du se ka qmimin apëtë, Allah e shita, alhamdulillah, ani alhamdulillah, për kalim tim tjetër, ani e shita, po e sa e shita, po ka 5 herë sa e shita apëtë, se ngushtohet njëri këtu muhabete. S'ka qef me di sa e ke shit, s'ka qef me di sa e ka bles, punë e tine vëllapëtën. A ne do të po bi shembuj, ndoshta banal, po krasoni me këto shembuj tjera apëtën. Me i bu muhabet mirë, po pa ngushtu në tema që ta realisht ai, nuk ka qef me në të tema apëtën. Nuk ka qef që të bo të muhabet apëtën. Gjithashtu të ndërrodhër, prej edukat dhe musafirit është që, sikur që përmena me herët, mos me bo shpenzimet e tepruara, që musafiri me e kuptu se standardit ekonomik nuk e përbalon këtë mikpritje, pas ta njët ngusht atëm. Së në hanë mu, së në prejkë mu atëm. Përndaj, mos e ngushta që me dalë jashtë ta standardeve. E nesër pas ta me thonë, prom që keni musafir s'pa ta qore, po bërsh për të mura, ta njëri me marrë vesh, e më ngushtu për këse puna atëm. Ta nuk të vjenë mu atëm. Ose edhe sërë ta kanë ngushtuat për e asaj mikpritjet mirë që ke bu, por e ka marrë vesh se ti, kelon mungu gjyrat caktuara. Andaj edhe kjo është një edukat që është simbolike për të kemi kujdes në këtë drejtim. Gjithashtu për asaj që duhet me pas kujdes në mikpritjet e musafirit është, për edukatës është, që kur ti vendos ushqim ose çka do të qoftë përpara, më dhon përparësi ai më nisi pari, ai më marr më të mirën e kështu me radhë. Jo ka njerëz për shkakun që musafirit e ai, do të çej para vetë ki, çat dush merr. E ai tani se këshira ka bukë musafiri, ka ujë, ai duhet më i dhon diçka, e merr atë më të mirën. Kujdesu për të apëtëm, kujdesu për të apëtëm. Nështë edhe me lonë vetën pak
i uritur, pa keq, e kështu me radhë, po kujdese për ta. Shikoj këtë rast, do të thotë që e ka përfundu pejgamberi sa në tregimin e këtij rasti në mënyrë shumë çuditshme. Ka ardhur një njeri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është hadith transmetuar tek Buhariu dhe Muslimi. Një njeri ka ardhur tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka thonë: "Ja Rasulullah, më ka lodh uria nga varfëria e madhe." I ka ardhur musafir pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ka më një kohë kur edhe pejgamberi më koni lodh pi urisa. E dini se ka pas faza caktuara kur ka kaluar për varfëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, madje varfëri shumë të skajshme. Ka pas situata kur Allahu ja ka qel udh. Mirë, po ka pas situata kur ka kaluar për varfëri. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam normalisht i herë musafiri e dërgoi dikant që të shikon te gratë e tij, tek Aisha radhiyallahu anha, tek tjetra kështu me radhë, që të shikon se çfarë ka në shtëpi. Dhe të gjitha dhanë përgjigje: "Ja Rasulullah, nuk kemi asgjë pos ujit." Subhanallah, krejt shtëpitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tëra që e kishte veç ujë, asgjë ta skema. U ngushtu shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si mi thon këtini që s'kam, tash më ka nderu që unë më ia largu urin, ne mi thon s'kam problem. A realisht nuk kishte. Dhe çfarë bëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? I pa do shok të afërt aty. Dhe kjo është subhanallah edhe mençuria e shokut të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Kush po më ndëron që të musafir?" "Ja, mi musafir, po kush po e ndëron?" Një njeri nga të pranishmet tha: "Unë ja Rasulullah. Unë e dërguar i Allahut." Shkoi te shtëpia, po thash ishte vit i varfërisë, ishte vit i vështirë. Edhe ky si kishte punë më mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shkoi te shtëpia e tij dhe i tha gruas tij: "Oj gru, nderoje musafirin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam." Tha: "Me çka o të njeri? Me çka më ndëru? Që umet, që ta pak umet për fëmit, s'kem sen pasoj, kur gjë?" Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Futi fëmit në gjumë, apo din sa babojmë dhe qka, mashtrej le të flajnë." Kjo nuk është me i dëmtu fëmit, këshën uri, po jo nështë atë skajshme, si kurse kë, që ishte i rrezikun nga uria. Tha: "Futi fëmit me flajt, dhe kur të ulem me hongër buk, kinse po e rregullan lampën, atë kam pas me ndriqus, lampë, kam pas shumë ndriqime, tha kinse po e rregullan, kështë po e mush me vaj, e po të rëdzohet e shkyme, që të hanë terraj, mos në ngushtohet që s'kem na me hongër bashkë me të apëtën." Dhe pas a ullën sofër, aja i ka da gruja të tonë me hongër bashkë, as kanë, shumë pak, kretja ka mo bashkë musafir, tha: "Ha, është lirë se edhe na qëta është vakë në darë këse kema." E ata kështë po hajnë në qëprast, në pjatë, të terë, e a i hajket vetën këta, kur gjëjqë? Dhe isa ju ngapë, zotë orë bereqetë, ra me flajtë, në sabah, shkoj me falë sabajnë kë burri, pejgamberi s.a.s. e thiri, tha: "Qëfar keni bo ti e gruja jote, me atë musafir në juvë, që edhe Allahu është qudit me punë në juvë." Në kuptimin që Allahu të të kanë, ma disë të transmitimi ka, Allahu i ka qesh veprimit ju, që keni bujë, qa që të gatshëm. Andaj mësë ngushta. Dhe në këtë rast, jebi për parësi, nga i ka ere për shambull, do gjëra caktura, nështë aty t'i kona mi hongër, për lej kër shkër musafiri Allah, mëse para ti, sa i të nëshë që nështë aspas ka për të tonë. Jebi për parësi ati para teje, nëse Allahu Gjellewala, për këtë rast, ka zbit ajetin ku Allahu xhallahu ala thot: "Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa." Ata japin për parësitë të tjerëve edhe nëse për këtë kanë nevojë vet. I ka lavdruar Allahu xhallahu ala në ajet kuranor duke zbrit ajet për ta, gjasë shikon me çfarë mençuri janë sjell për ta nderuar musafirin e tyre, për të dhënë përparësi atij para vetes së tyre, nga se ky është musafiri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe të nderuar Allahu në mejlis, në tubim, në nej, me musafirin, mund që ndoshta të shpalos në sekret i ti. Ai mundet vetë me të regua për në diqka aftë. Le tjetë shtëpia jote emanet, le tjetë shtëpia jote vend i sigurt ku njërin që se e shpalos sekretin nuk del për asoj shpija kur aftë. Edhe ti me konë kështë edukuar, por dhe antarët e familjes. Ka mësi antarët e familjes mund të dëgjojnë nga një muhabet saktuar për musafirve, me imësu të gjithë antarët e shtëpisë. Kjo që ka keni në gjuhë ka marë fund këtu, s'ka me dojë për jashtë apëtën. Është emanet muhabeti që është bërë musafirin. Kur i ka ardhë leja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me bujë gjirat, i ka ardhë leja.
E ka pa Allah lejen më u shpërngu në Medinë. Dhe ka qenë lajm shumë sekret. Bëhet fjalë për jetën e Muhamedit alayhi salatu wasalam. E pejgamberi alayhi salam kishte tradit çdo ditë me vizitu Abu Bekrin. Çdo ditë e vizitonte Abu Bekrin radhiyallahu ta'ala anhu. Por kësaj radhe erdhi një kohë që nuk ishte kohë vizitash. Në kohën e pas drekës, kur dielli ishte do të thotë në fuqinë e tij maksimale, godiste me rrezet e tij, ishte vapë e madhe. Në këtë kohë njerëzit nuk vizitohen. Është kohë e pushimit, dhe çdo kush në shtëpinë e tij. Kur dikush e troket derën, veç për një hall të madh orse, jo për diçka tjetër. Dhe në këtë kohë po troket pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në derën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Dhe posa hyri Abu Bekri radhiyallahu anhu, u çudit, do të kuptojmë hajri inshallah. I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e kam një lajm, por ndëgjoni këtë edukat. Tha, e kam një lajm me ta kumtu, por largoj antar të familjes ato. Ishin aty Aisha radhiyallahu anha, ishte vogël. Dhe ishin gjithashtu Esma, çika Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anha. Tha, largoj këta njerëz pikë këtu. Tha, ja Rasulullah, si familja jote mos i gala ato. Fal shlirë, s'kam i kom edukuar në këta që mos i gala, fal shlirë, s'dal pikë këtu kur. Andaj pejgamberi alsam i besonte Abu Bekrit, kur thot fal. Dhe pejgamberi sa tha, udhina li fil hijra. Allah më ka jap leje me bu hijrat. Subhanallah. Gëzim i madh, saqë Aisha radhiyallahu ta'ala anha thot, çatëherë kum pasë njëri po kaq e pikëzimit. E ka po babën e vet duke kaq pikëzimit që i dha leje Allahu pejgamberit me dal pe këtij zullumi që ditë për ditë persekutoi dhe dhunoi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, që i thani fjalë, ja Rasulullah, as-suhba. O dërguari i Allahut, më lejo me shoqënu të lutem, më lejo marr me ty jopta. Andaj shiko kësi muhabete serioze, të mëdha, po bëhet fjalë për një lëvizje shumë të madhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ku? Në shtëpinë e Abu Bekrit, po shtëpi e sigurt, shtëpi e emanetit, apo jo shtëpi që ato që bën muhabet sot, nesër veç si lajme. Nuk është kjo edukat me të. Të ka besu njëri me ta në shtëpi, të ka besu një emanet me ta shpalos, një dert me ta kallëzu. Ke mujt mi krypun mirë, s'ke mujt mi krypun, mbylle, ka marrë fund. Kjo është besimtari drejt. Kjo është edukata jonë me musafirit, po edhe me këtë tjetër, që na e ka besu ndonjë emanet në përgjithësi. Të nderuar vëllezër, edhe rregulla tjera, por është mirë që dhe musafiri, për rregulla që dietarët kanë përmend, edukata është që do të thotë me përcjell musafirin maksimalisht sa është e mundshme deri te dera ose për te derës apo. Andaj jo disa për shembull personë që ose që ty në kom hajt s'po dala, hani mos del sa më çap, kështu më radhë. Është nder me respektu, më tregu deri në pikën e fundit, deri në momentin e fundit më tregu se nuk na ke bezdis. Jena shumë rahat dhe komod me ty jota. Dhe e fundit nga edukata e musafirit të ndërlozër e që është e konsideroj kreto që ka i ceka 6 aso kënë, 7 gjitha këtu iman mirë një shport pa këtë shport kreto që ka këna bo asë nuk mund në funksionu pa dhe që në funksionojnë në që si përgjys funksionojnë e që ka i jap kuptim të gjitha këtyre edukatave që i përmena njeti i sinqert për Allahun. Andaj nuk e përmena në fillim njetin se këshum harru tani mas 7 pika vëtën. Që kjo është ma kryesore. Musafirin e pret me këtë edukat veç për hirtë Allahut, azogjen. As për me të thonë, filonia, mi këpres më te i që aty, se banë për këtë punë. As nuk e banë që për pres, se kur shkajt të këtë në kjo, pa një pret mirë. As po më intereson që shumë pret, as që ka banë. Po më intereson me e prit, ashtu si kur se më kam su Allahu Gjelleware dhe pejgamberi s.a.s. Me njetë. Andaj në këtë kuptim, motivosh, as nuk lodhësh, ka se ti e din se marrveshja jote për shpërblim të kësaj mikpritje nuk është tek njeri, është tek Allahu Gjallahu Ala, është tek Allahu Gjallahu. Prandaj Allahu të pagun, dhe kur din se Allahu të pagun, nuk lodhësh as së biseduari, as së prituri, as e kështu me radhë nga këto pika që i përmenëm. Andaj ti me të sinqert, për hir të Allahu Gjallahu. Ndërsa pjesa e dytë e edukatës ka të bëjë me edukatën e musafirit. Kjo është edukata e nikoqirit. Edhe musafirit me pas edep, me pas edukat.
Jo ai menet qysh dënë edhe në çfarë mënyrë dënë, nga se kjo ka bërsh me më qyrë mua, për. Jo, ka edhe pjesa tjetër e tregimit duhet më përmbush. Andaj nga edukata që duhet me e përmbush ose tjeti kujdesshëm musafiri, fillimisht është me kërku leje për vizitë. Me kërku leje, nga se nuk di që është gjendja njerëzit. A është i zonë, a është i smut, a është i lodhur. Dhe në përgjigjen që e merr në kërkim leje, çfarë do kohë përgjigjet i kënaqur. Allahu xhallahu ala thot në surën An-Nur, kur na mëson si duhet me kërku leje, nëse marrim përgjigje fa idha qila lakum irji'u farji'u, ju thuhet ktheu, nuk mëj me të pritë. Thot një koqiri nuk mëj, më falë nuk mëj, më nëzonë. Allah thot ktheu, dhalike azka lakum, subhanallah. Në këtë mënyrë të komunikimit, në këtë mënyrë të kërkim lejes, dhe në këtë mënyrë të përgjigjes dhe marrjes së përgjigjes normal, Allahu thot azka lakum. Kështu në këtë mënyrë mund të keni raportet më të qiltra, më të pasërta, jo me aktrime, po raportet sinqerta. Nga se në qofë se dikosh lyp me ardhë, po si ki punë kur qështë Allah, po ta është qështë me thonë mos hajde Allah, ki prej këtë me herame. A i vjen, po së në bënat njetë shkret që duhet me pritë Allah, se men zipet më qua, po, men që pesha që jam zonë, kështu s'ka kështë mi pitje. Allahu nuk na mëson me mikprit me aktrime, nuk na mëson me dyftërsi. Ja pret si burrat, ja i thoshin fal tjetër herë ato. Edhe ai thot, "Hiç s'ka problem." Po flas kur ka të bëjë me zjarrete të rëndomta, s'ka ndonjë punë, diçka, zore ta diçka, se të çka është kjo. Po flas për zjarrat, për musafirllëk të rëndomt. I thu nuk i kam punë. Me kërku leje është obligative. Pastaj gjithashtu të ndërlozër, edhe kur afrohesh te dera, ka njerëz të thotë për shembull, edhe kur janë te dera, kur të cingrat në derë, kujdes ku përren, dikush thotë, që është edhe këto, po kujdes se kur të hapet dera, mund të ketë anëtarët e familjes, që duken e përdhoma, nuk di ç'është organizimi i shtëpisë, largohu në qash që veç të komunikosh me atë që dalë dera, pa pas mundësi me pa, nga se syri është problem te kërkim leja. Andaj ti je kujdesshëm. Nga edukata gjithashtu e musafirit është kur shkon dikon me ul shikimin apo. Jo njerëz e bojnë një rentgen komplet, çka ka blet, çka ka, çysh është apo. Çka kemi këshyre vëllai. Unë shikimin. S'ki çka këshyr në punë që nuk të përkasin apo në përdhomat e tij, në përvend të tij, s'ki unë shikimin. Madje edhe mbyllën dëgjimin sot ke mundsi. Kërë për shembull mund të jesh me një dhomë, ajo dal dikon atje, ndoshta me fol me familjen e tij ose ka diçka edhe krejt çka atje me 55 veshë ngon ato. Muna me bu dhikër, me guk s'kam që angojnë e punë të tyna atë. Apo, ka se kjo është edukat. S'ki që ka kërkan ti me izgjat vesht, me këqyr, me kom po full në telefon aja atë. Për shambull, apo. S'ki në ujeve. Ti e musafir, e ki respektin tën, e ki venin tën ku t'ka ullë. Për tjerat, nuk t'interesojnë atë. Apo, kjo është edukat. E jo, për shambull, problem është shikimi. Me shiku njerëzot në rujt, Allah në rujt. Nështë edhe në antarët e familjes ku nuk duhet me shiku, me ullë shikimin atë. Po edhe në gjësantet e tjera, qka është interesant, s'ki qa me këshyrë. Pra i den me marrë dhe qka me mboj zmet, e këshyrë, ku shëdi këtë të pesë e kam ljatë. Qka është interesant të sa e kam ljatë? Kjo nuk është edukate ta ka besu në shpimet shti mrena, apo? Dhe ta është të pëja kalkulan orendit e shtëpis, sa është kjo edukate. Apo? Nga se ti nuk e din, në është e ka për dikush, ku e din tja për? Në është 100 ku për din? Andaj aj që ta ka besu shtëpin e ti me të fut mrena, dije që të ka të posaqëm. Se gjithë kënd ti nuk është një shpitona, po? Jo gjithë kënd. Nga so është emanet, me pas qasje dikush shtëpin tënde, kjo është emanet i madhë. Pra i sillu me përgjësi dhe me koreksi. Ule shikimin dhe atë që ka të bëj me te. Që mos të mirë me atë që nuk të përket. Gjithashtot prej edukatës e musafirët është që mos me ngushtu një koqirin. Në qëfar kuptimi? Mos me ngushtu për shumë në kërkesat saktuar. Kërkesat saktuar, për shumë me lyp diqka që edhin që ki se ka hëllat. Se ka. Për shumë, tash, nështë së shumë adekuat, për si shumë konkret, me shku të njëri i cili i ka kusht të fështira. Fështiri i ka kushtet.
edhe shë që e ka një telefon të lëdhë më zveta. Edhe me thonë, më falë braki për iPhone 6 në bursë, se ngushton njëre Allah, sa tja përre që me nëzini telefon të shkret e kapëtën, ngushton njëre, jo vëlla s'kem në kësi telefona. Ose për shambull me ngushtu njërin, në forma të caktuara me kërkesat të cilat, e ngushtu njëre. Ose me ngushtu me qëndrim të izgjatra. Ka vak njëri 3 saat rëna, se dikush ka pun tjera zë qka, se ka galej, u knaqë muhabet. E pëse bëm muhabet, dhe me thonë që do të më rejtë 4 saat të lapë. Andaj, musafiri rrin me dignitet, rrin me arar të duhur, varësi për çka ke shku. Për shembull, shkon me vizitu të smutin, do të më di që i smuti, shkur do atë, po, një doa më aboni diçka dhe mec. Shkon me vizitu për shembull njeriu që për rreth caktuar, dieta, për shembull me uru për diçka, me ngushtu për diçka, e kryen porosin edhe dal. Shkon vizitë përgjithshme, edhe e ka vllani një kozgjatje, po jo pa karar, pa matje hiç absolutisht. Pa e këshur kur saatën, a u buvon, as u buvon. Ka se ka njerëz nëse bëka ku më qyherë në punë, për shembull, kushtimisht, ose ka obligime tjera. E ky që or, ky as ka më qyherë, as e pret kush, as ka obligim kur gjë, edhe shoqër që gjithë dikon se u kënaqem të bëjmë mohabet atë. Ne s'bën kështu. Do të më koni kujdesshëm se mos po e bezdis, mos po e shqetëson dikon. Rën sa duhet edhe qosh kanë të shtëpia jote atë. Prandaj shiko, kanë or sahabët tek pejgamberi. Ata s'kan pas sahat, po them kushtimisht se kanë qyr sahatën te pejgamberi. U kënaqem të qyr pejgamberin, as më kënaqem të mos e bëdi. Po ka shqetësuar njërin këta. Apo ka qenë ngarkesë për të. Po ai s'ka mujt më thon çon për burra se u bë shumë, do nikom do punë tjera. S'ka mujt. Këta s'ja u thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. S'ka mujt më thon. Është kuq. Por ka zbrit ajet. Edhe Allahu ka thënë kur pejgamberi sa më çet buk me hongër, si të kryt buka i bën i bën shaj çunë. Apo çështu ai s'u thot çunë, po kur të hiq bukën i bën çunë. Allahu ka zbrit ajet t'ju tregu si më usil kur të vizitoni pejgamberin në zonë. Andaj nga edukata e musafirit është që realisht të jetë i kujdesshëm që mos ta bezdis, mos ta ngushton e kështu mënyrë nga format e saktuara që mund ta shqetëson nikoqirin. Gjithashtu të ndërrozer nga edukata e musafirit përballë nikoqirit është që të bën dua për të, të bën lutje. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sa shkonte te ndokush dhe i ofron dikush për shembull ujë, ushqim, thjesht çka do qoftë, bën të lutje për ta. I thonte aftara indakum as-saimun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-malaika. Thonte akala ta'amakum al-abrar. Gjithmonë ushqimin tënd e hëngshin njerëz e devotshëm burra të mirë. Edhe bëfshin lutje për juve me lajket. Edhe bëfshin iftar të ju agjëruesit. Shiko, këtë ato që janë më të mirat ju i fitofsh me shpëlime dhe me sevap. Ose për shembull në rast tjera thonë Allahumma barik lahum fima razaqtahum, o Zot, japi bereqet, shtoja bereqet na që i ke furnizuar. Pastaj u thonte waghfir lahum, falë gjunat atyne e kështu me radhë. Falëndronte dhe bënte dua për ta. Andaj bën dua për ta, lut Allahun xhallahu ala, falëroj Allahu shpërbleft na kanë ndëruar, Zoti të nderoft, Allahu do është mirë e kështu me radhë. Është edukat, është mirësi që me qenë mirënjohës ndaj dikujt që është kujdes ose të ka prit dhe ka qenë kujdesshëm me ty atë. E kështu me radhë nga pikat e shumta që ka të bëjë me këtë edukat, për fund në 2 minuta 3 maksimumi, më lejoni të lexoj disa fjalë tepër të urta dhe të mëshme që kanë të bëjnë nga njerëz të mirë në lidhje me këtë temë që po flasim për të. Thot njëri prej njerëzve të hershëm, burrave të mirë, thot kam shkuar në Medinë me e vizitu Ebu Hurajrën radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe puna kërkonte që qëndroj gjatë atje, kam qëndruar 6 muaj ditë në Medinë tek Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu. Thot vallahi, dash në atë kur ka shku ky, shumë prej sahabëve kanë qenë në Medinë, është e vërtet, por edhe shumë tjerë kanë me në Medinë. Thot ky për Ebu Hurajrën, thot nuk kam pa njeri ma i papritueshëm dhe ma bujar dhe ma i gatshëm me prit musafirin se Ebu Hurajra. Pse e përmend Ebu Hurajrën? Nga se në kohët pejgamberi sa s'ka pas njëri ma fukara, s'ka pas njëri që ka pas qef dikush me e thirë musafir se Ebu Hurajra. Bele u dalë kërë në rrugë ka vetë Ebu Bekrin që të edhë bes për marrëvesh, a e ka marrëvesh bëllë mira jetin, po i unë t'i ngrati shumë, e ka priti të Ebu Bekri, hajde hojmë dë bëket ka të zë që ka, e mirë u bo pro. Për shambull, qa që konë në zërë për subhanallah,
edhe njëri u isprovum, kur t'ja lërgën Allah sprovën, e din shumit që bjen me konë që shtopën. Fatkeqësia është të njerëz e din që shumë me konë borçi, e din që shumë me konë varfria, dhe kur e kalojnë këtë, s'ja kuptojnë të tjera ose s'ja u besojnë ato. Mos e bëj kështu. Ti e din që kështu, andaj shikoj Abu Huraira e din që është me të majt dikush, e din që shumë me konë mësafir të dikush. Prandaj, posa ju dhanë mundësit, kalojnë nga e situatë të vështirë, subhanallah. Ishte i njohur, thot nuk kompane për 6 muaj det njëri që ma pa pritesë, ma i gatshëm, ma me bujarimet pritë se Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Ndërsa Raja ibn Haywa ishte këshilltari Omer ibn Abdulazizit. Dhe shkojnë te Omer ibn Abdulazizit me vizitu. U shku me vizitu. Musafir taj. Dhe duke nejt na, thot, u fik lampa. E atër ka pas procedurë. Mere vajnë, qëta aty, e tani ndeze, ka pas një procedurë saktume. Dhe Raja ibn Haywa tha, unë e pëqona. Ti e halife, ti e buri madhë. Ja, rritha ti, unë e pëqona. U që e mushi lampën, kej që ka e pregaditi, se musafiri, edhe u këthy. Tha, shkova si Omer ibn Abdulazizi, edhe u këtheva si Omer ibn Abdulazizi, në të kuptim, kur gjësë më gjatë që ta bona një zmet ty, në mos më nëse të bin gradat, apo se nënqmohë shumë, ti dikujt mi buj zmet, nuk ka problem të kipu. Bëhu modest, bëhu mikpritës, nga se pejgamberi sas më shërbente, musafirti e kush jemi në jam. Gjithashtu, Ibn Abasi radiallahu ta'ala anhu e kështë e përcaktu, Aliu radiallahu anhu e ka përcaktu emisar udhëheqës në Basra të Iraku, që është edhe sot. Atër në atë ku e ka dërgu Aliu radiallahu anhu. E kështë e vizitu Ebu Ejub al-Ansari Ibn Abbasin, pej Medini së shku e ka vizitu në Irak, në Basra. Edhe thot Ebu Ejub al-Ansari më ka pritjet mahnitse Ibn Abbasin, do të diçka e pa paramendushme. Thot madje para se me më qup pe i shpije, më tha, a kina i bërë që vëllatëm? A kina i bërë që? E bujben sa kështë e bërë që? Tha i kam 20.000 dinar bërë që, pare madhe. Ishte një trekti, kështë e dështuar e kështë më radhë, kërësurja, kështë e bërë që. Tha që 40.000 vëllatëm më. Tha shumë ke prit mirë. Shikoj Ibn Abbasin, qëfar përgjigje i dha, e bojë Ejub al-Ansarit. Tha ti e ke prit pejgamberin sason në Medine, ta kena bërë që me të këshyre vëllatëm. Nga se pejgamberin kër ka arë Medine, ka qenë musafiri kujna, Ejub al-Ansarit. Edhe Ejub al-Ansarit qaq mirë e ka prit pejgamberin sa që këtë mirë që ka bo pejgamberin se haraj Ibn Abbasi kur. Ty me të këshyrë na pak e kemë, që ka ti ke bo pejgamberin sa salem apëtën. Antaj, njerë që kanë vlerë, kanë dikim, kanë pozit, kanë punë të mira, mos heziton nga sa është njerë në shërbimin e ty në apëtën. Me shërbi pejgamberin të same, me shërbi ulemave, e njerë të devatëshëm, e kështë më radhë. Nga si Ibn Abbasi tha, ti e ke këshyrë pejgamberin s.a.s. A e ka këshyrë një avë dit, pak u konë kanet aj, 20 dit kanet. Por kaq, e ke mirë prit pejgamberin s.a.s. Kjo që po ta ktheju në ty, kur dësë është veç një shenjë mirë njohje për atë mikprite që ti e ke bo pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe për fund, shpreja nështë e fundit, e kësaj është Shekik el-Belkhi rahimullah. Ka qenë një pediatarët mëdhej pa dhe njëri shumë i urtë i meqëm. Thot Shekik el-Belkhi rahimullah, thot nuk ka sen më i dashur për mu se me e prit musafirin. I ka thënë pse Allah, pse të bëm për ty ka çfarë me pas musafir? Thot nga se ai vjen me riskun e tij, kur gjë tamën sa han. Apo ai han riskun e tij, ai han dikur riskun e dikujt? Jo vëllai, gjithkush e han riskun e tij. Po unë kum ble, po është ta ka mundsuar Allahu ndoshta më shumë me fitu për shkak se kimi Allahu atina. E tina u konkë, s'është e jotja apo. E ke fitu për shkak tina, jo për shkak vetes apo. Thot andaj nuk ka sen më dashur se musafiri. Ai han riskun e vet e unë e marr sevapin e tij apo. Ma mirë se kështu s'ka apo. Andaj ka pas qef që të ketë musafir dhe Fudali ibn Iyad rahimullah kështu thonte musafirëve kur i thonin Allahu të shpërblej për mikpritje e na ke kqyrë na ke neru, thonte e keltum rizqakum wa taraktum ajrakum, thot e hangët në riskun e ju e latë sevapin e ju apo. Që ta keni buju kret, andaj është mirësi për mu që unë t'ju them Allahu ju shpërblej që na nderuat me këtë vizitë. Kështu janë musliman, kështu janë besimtarët, të cilët edhe kur bie koha e ibadetit, adhurimit, dinë si musil me Allahun xhallahu ala, por edhe në kurat e tjera janë bujar, janë mikpritës, kanë kulturë dhe janë të edukuar,
me edukatën që u mësoi Allahu xhallahu ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj të ndrozëm me kaq po i do fund kësaj teme personte. Zoti ju shpërbleft dhe ju nderoft për sabrin dhe ndëgjimin e din takim nashëm sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen katira.